Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu gjithashtu thotë se sipas fjalorit, fjala hikma gjithashtu do të thotë fjala që është në përputhje me të vërtetën. Sipas këtij kuptimi, domethënia e ajetit është që të thuash atë që është e vërtetë dhe që është në përputhje me faktet. Disa njerëz me mendimin se po thrasin drejt fesë së vërtet, thonë edhe gjëra të pasakta, duke bërë tablik, pra duke thirrur të tjerët drejt Islamit, hiperbolizojnë gjërat, ndërkohë në tablik nuk ka nevojë për asnjë lloj egzagjerimi. Duhet të paraqesësh mësimet e Kuranit të shenjtë, hadithe dhe fjalët e Hazrat Mesihut premtuar Islam, dhe të bësh tablik të saktë dhe pastaj çështjen t'ia lësh Zotit. Hazrat Kalifi i dytë i xhamatit thotë se është mënyrë e gabuar të thuash gjëra të pasakta. Përballë kundërshtarit duhet të thuash gjithmonë të vërtetën. Duke dashur udhëzimin e tjetrit, vetë nuk duhet të devijosh nga rruga e drejtë, siç thotë Allahu i Madhrishëm, la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Nuk mund t'ju dëmtojë ai që devijoi nëse e keni marrë udhëzimin, thotë Allahu në Kur'an. Pra, do thotë, largimi i tjetrit nga udhëzimi nuk të sjell ty dëm, nëse ti qëndron në udhëzim. Andaj, ruajini veten. Mos thuaj diçka që është mëkat ose që është gënjeshtër me justifikimin se do të udhëzosh tjetrin. Kur përplaset udhëzimi yt me udhëzimin e tjetrit, atëherë duhet të mendosh për udhëzimin tënd dhe udhëzimin e tjetrit t'ia lësh Zotit, sepse Zoti nuk e pëlqen që një besimtar të bëhet jo besimtar në këmbim që një jo besimtar të bëhet besimtar me mjete të gabuara. Ai dëshiron t'i udhëzojë njerëzit në mënyrë të drejtë.